Ishte shumë friendly, po edhe në për dyqane edhe më kështu, trauma ime kur hyra një dyqan që ishte plus 18. Ua, pse? Niste si dyqan lojrash, në katë të dytë ishte zoti ma. Çfarë të pansit aty? Çfarë nuk pansit? Po kati parë ishte video games, pra ishte Super Mario, Gjithë qefti, Ne kemi filmuar atë, kemi filmuar. Ishte kati dytë, gjithëm ka dy zonë hap perden. Ai shpejt sa hapa perden, ai shpejt mbylla. Po sa thash, për ata është krejt normale, ta shpjegojmë këtë gjë. Për ata është siç kemi ne videolorët, ata kanë edhe hentai, pra nuk e Hentai quajnë. është pornografia e vizatuar. Pra janë anime apo vizatuar me vizatime janë. Zakonisht edhe ata Ta ke shënoja. në supermerkate normale, t'ia themi publikut që po na dëgjon makina apo në Ja, kanal. masa do mendojnë që janë njerëz të shturur, se shqiptarët ai Jo, çduan. edhe janë pak, ë. Ja, s'janë Tani në periudhën Edo pedofilia ishte krejt normale për japonezët. Si janë në periudhën Edo tash. Mirë. Po pra, Arion ka ligje sot. Se edhe në kohën e Zogut e kemi pasur prostitucionin të legalizuar dhe të pranuar, por nuk e kemi sot e kësaj dite që nuk mund ta Ne kemi pas shalorsit, po diskutim tjetër është ky. Mos I bjem qafë vëllezërve Ata ti futesh në supermarket, ke ushqime, në një kënd vogël ke lodrat seksuale të vendosura që siç mund blesh këtu në supermarket prezervativet apo aty I blen kuptar. Apo vajrat për shembull në farmaci këto si janë. janë. Po, sepse konsiderohet pjesë e higjienës, edhe është pra ata është krejt normale, pra që edhe pjesë e eksperimentit. Jo, po aty në dyqanet 7-Eleven apo si quhen ata të tjerët? Family Market. Pra janë dyqane që qëndrojnë 24 orë 24 hapur, edhe aty ti gjen pothuajse çdo gjë që të duhet, që nga ushqimi deri te higjiena, dhe ata e konsiderojnë çorape. Po, pra ata I konsiderojnë si pjesë të higjienës së tyre, nuk e konsiderojnë usat turp të ke marrë kondom ke vënë aty. Ai e konsideron pjesë të higjienës personale. Kondomi është një gjë dhe lojrat seksuale. Por para disa vitesh edhe këtu ishte turp kondomi, edhe këtu prezervativi kishte turp tablie. Unë për vete nuk pash lojra pra sex toys, por kondoma dhe pjesë të higjienës personale që mund të jenë ndoshta tabu për ne akoma sot e kësaj dite. Aty ishte, okay. Mirë, kjo është gjë e mirë. Në fund ditës një informacion dhe edukat seksuale është e shëndetshme. Meqense jemi këtu do ta bëj